Edhe kjo tokë, këtu, kjo kodër, ku po ju arrosim këta trima, që nga ky moment propozoj që të emërtohet kodra e kuqe, nga se dheu i saj jo rastësisht shëmbëllen me gjakun e të shmorët kumbit, që është shënjëzim se çdo pllëmbë tokës në Kosovë u la me gjak për lirinë e saj. Bijt dhe bijat më të dashura, më të fortët dhe më të pathyeshmit e krijuan ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës u lind nga dëshira e popullit për të qenë i lirë dhe për të kthyer dinjitetin kombëtar. Betejat e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u brëmosën nga idealet e mendjeve më të ndritura të kombit, që nga lartësia deri më sot, si Luiq Gorakuqi e Hasan Prishtina, që siguronin armë për Kosovën në agimin e shekullit 20, bijtë e këtij populli e të ushtrisë çlirimtare të Kosovës siguronin pushk për Kosovën nga çdo skaj i arbrit. Tropoja, Tetova, Shkupje Kumanova dërgonin armë dhe djemt e vasha për ta bërë Kosovën sofër për shqiptar dhe për miq. Ushtria çlirimtare e Kosovës ndezi zjarrin e lirisë kudo në Kosovë, dhe nëpër betejë vërejë frima luftës së arbrit për liri, që nga Teuta Agroni, Skënderbeu, Det Xheluli e Mitsokoli. Pra lufta jone e udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës është vazhdimsi i historisë sonë kombëtare, që nga lidhja Prizrenit, lëvizjes sonë për pavarësi, lëvizjes ilegale që krijuan frymën e demonstratave të vitit 1968 e 1981 dhe të aktit final të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në historinë kombëtare në përgjithësi. Duhet theksuar se Klina ishte ndër vendet më të frekuentuara me ligësit dhe të këqijat e pushtetit të instaluar serb dhe të UDB-s jugoslave. Andaj, veprimtarët liridashës shqiptar duhet të punonin në ilegalitet thellë për të vënë mbar punët dhe veprimet e lëvizjes. Ishin ata që organizuan demonstratet e vitit 1981 në Kiev e në Klin, edhe në Prishtinë. Duhet të ngrisin zërin e së vërtetës për vazhdimsinë e lidhshmërisë sonë në histori, dashurinë për tokën dhe trojet tona. U desht edhe një herë, si shumë herë të tjera në historinë tonë të lavdishme, të tregonim thellësitë e rënieve tona për këtë tokë dhe lartësinë tonë për tokën arbrore, për identitetin, gjuhën dhe kulturën tonë. Ne duhet ta bënim këtë, sepse do të na zënte mallkimi të parëve për mos përmbushjet e amanetit të tyre. Andaj, sot, me luftën tonë dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ecim krenar për një liri të tillë që kemi ne. Për të gjitha këtu, u jemi mirënjohës ushtrisë sonë të lavdishme çlirimtare dhe popullit shqiptar. Andaj, me respekt për ulimi para veprës së rike të heronëve legjendare, Adem Hamzi Asharit, Fehmi Gjevladrosit, Bekim Berishës, e komandant Kumanovës, ashtu edhe para veprës adhetare të trimit dhe patriotit të pajepur Muj Krasniqit, Skënder Xhepit, Medin Morinës, Nazmi Bashotës, Mirosh Dakës dhe shumë trimave të tjerë. Luftëtarë të lirisë të komunës së Klinës që dhanë jetën për liri dhe u radhëtën në altarin e lirisë për të mos vdekur kurrë. Këta adhetarë të pajepur vdisin ashtu si vdesin burrat ballë për ballë me armikun serb. Nëna dhe etër, bij tuaj dhe vëllezërit tanë nuk u qetësuan kurrë nga se ishin të vetëdijshëm se qetësia shpirtërore nën pushtetin serb nuk është asgjë tjetër veçse një vdekje turpshme. Ata në rrugën e lirisë nuk kërkuan shpëtimin e jetës, por rrugën e pavdeksisë. Ajo rrugë ishte rruga e lirisë, me pushkën e dorë përfitore. Ata sot po rilindin. Ky rivarrim është rilindja e tyre. Rilindasit janë të pakët në historinë kombëtare, andaj gjithmonë do të jenë në kujtesën dhe zemrat e pasardhësve. Por rilindin duke e shkruar faqen moderne të historisë Kosovës, me paqe e liri. Nuk është e tepër të thuhet se nuk ka shembuj në ushtrisë çlirimtare që ndokund ka më shumë komandant të vrarë se sa komandant të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra ata gjithmonë ishin të parët në vijën e frontit në flakën e luftës. Të dashurët e përkrahur nga shokët e luftës, nga populli shqiptar. Por herë ishin të parët dhe të parë do të mbesin. Kjo luftë dhe kjo fitore e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullit, me plot mundim e sakrifica, vujtje e masakrime, arriti të ketë edhe miq më të mëdhenj në botë, si Aleancën Veriatlantike, SBA në Anglinë e shumë vende tjera perëndimore në zë, por edhe të gjithë botës liridashse e demokratike. Nga se një popull që në këtë mënyrë gjakon lirin, edhe do ta meritoj këtë. Nëna dhe etër, bij tuaj dhe vëllezërit tanë janë yje që përkrahin dritë në qiellin e lirisë së Kosovës. Ata janë dritë e jona, andaj poeti do të thoshte, me jepni dritë nga drita e tyre. Ata ishin trima. Poeti do të thoshte, me jepni trimëri e guxim nga trimëria e tyre. Ata ishin patriot pa epur. Andaj poeti do të thoshte,
me jepni adetarizëm dhe patriotizëm nga frima tyre. Ata ishin të ndershëm dhe poeti do të thoshte, me jepni moral nga nderi tyre. Ata ishin të ndërgjegjshëm, andaj poeti do të thoshte, me jepni vetëdije kombëtare nga ndërgjegja tyre. Ata ishin të pamposhtur dhe poeti do të thoshte, me jepni forcë nga qëndresa tyre. Ata kishin vizionin të qartë veprues për armërinë e Kosovës, ku poeti do të thoshte, me jepni fuqi të ecim hapësirës së vizionit të tyre. Po cila do të ishte porosia dëshmorëve të kombit? Ajo është e do të jetë atë dhe dashuria, veprimi i përbashkët, çdo veprim ta kryejmë në frymën dhe me kuptimin vllazëror, afrim e tolerancë, ecje reale në paqë e liri. Lavdi dëshmorëve të kombit. Kryeministit Hashim Thaçi t'ju përcjell ngushëllimet për të gjithë familjet e toronëve dhe krejt nderin e mundshëm dhe tërë pietetin gjerm për kuli për ta. Çfarë do të thuhet në raste të tilla nuk ka mundësi asesi të krahasohet e barabitet me atë që bën këta djem që tani kemi këtu përpara. Ata bën gjithçka që mundën, dhanë tërë atë që patën nga vetja, dhanë jetën e tyre për atë që është shumë më madhështore, shumë më e çmuar, shumë më e respektuar se vetë një jetë, domethënë dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës, për lirinë e vendit. Gjithçka që sot kemi dhe do të kemi në të ardhmen u atribuohet dhe falënderimi u bie mbi ta, ndërimi bie mbi ta. Dim të gjithë se të gjithë njerëzit jemi të vdekshëm, ajo vdekje do të vijë një ditë, por nuk ka vdekje më të mirë, s'ka vdekje më të ndershme, s'ka vdekje më të krenarisë, s'ka vdekje më të bukur se vdekja për atë. Andaj ju familje të dashura dhe shumë nderuar dëshmorëve, duhet jeni krenarë se ata bijtë tuajt nuk vdiqën, ata u përjetësuan. Ndërsa ne që rastësisht mbijetuam luftën, mbase mund të jemi gjunaqar, ku ta dish. Ndërsa ata janë të pastër, të qiltër, të ndershëm dhe gjithmonë të çmuar. Unë nuk do ta zgjas sepse ata që bën këtë liri që kemi sot nuk mund të krahasohen me asgjë. Andaj krejt nderimin, krejt mundësinë e gjithë pietetit mundsh. Lavdi dëshmorëve të rënë. Jehuan malet kosovare, roft ushtria çlirimtare. Na I zgjidh prangët e robris, na I sjell rrezet e liris. Më falni, roft ushtria çlirimtare. Jehuan malet kosovare, roft ushtria çlirimtare. Që luftojnë me trimëri për atë dhe e për liri. Bija shqiptare, jemi ushtria çlirimtare. Do të luftojmë kundër robris, trasojmë rrugën pavarësisë. Çlirimtarët e Kosovës po I tregojnë të gjithë Evropës. S'na trëmsika e kasapit, tardha cakve prej Karpatit. Se ushtrin ton çlirimtare, se friksojnë ton sa qirgare, se tëm gjuha zhumadinjeve, me fjallor të arushadinjeve. Para djem si kastrioti, për atë dhejën vihmot zoti, para trima shqiptar, ju përkra gjithë bota mbar. Para djem vëllezrit e shotës, ditë zatusit prej Kosovës, jehuan këngët shqiptare, raft ushtria çlirimtare. Na I zgjidh prangët e robris, na I sjell rrezet e liris. Që përshkruajnë trimërin, guximin, sakrificën e madhështinë e këtyre trimave që tani po I përcjellim në botën e përjashme. Këta janë vetë të mëdhenj. Janë raste të pazakonta kur jeta e zakonshme I le vend përjetësisë. Nuk e ka kushdo këtë fat të tillë. Gjaku dhe lufta e tyre ishte që I zgjoj nga gjumi disa qashe tonat të përgjumura. Dhe mbi të gjitha zgjoj ndërgjegjen ndërkombëtare që në momentin e fundit ta kuptoj dhe ta trajtoj problemin e Kosovës dhe të shtarëve ashtu si duhet dhe drejt. Andaj, sikurse dëshmorët që me çmimin e jetës mbrojtën idealin e rrugën e lirisë, edhe ne e kemi obligim kombëtar e historik që amanetet e këtyre dëshmorëve që sot po I përcjellim në përgjithësi t'i çojmë në vend. Në emër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tani
trupave mbrojtëse të Kosovës dhe të ushtrisë shënimtare të Kosovës, familjeve, ushtarakëve dhe ju pjesëmarrës që shprehin ngushëllime. Lavdi dhe kujtimi qoftë i përjetshëm. Lavdi. Erta familjeve të dëshmorëve dhe pushtetit lokal të Klinës. Trupat e mbrojtjes së Kosovës, zona e 2 e mbrojtjes. Nga General Major Ramush Haradinaj, komandanti zonës së 2 të mbrojtjes, ju shpreh ngushëllime familjeve të dëshmorëve. Lavdi. Telegram ngushëllimi nga lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës, Dega në Klinë. U shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve të dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Lavdi dëshmorëve të kombit. Telegram ngushëllimi familjeve të dëshmorëve si dhe gjithë popullit shqiptar. I shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta, kolektivi Shtëpisë së Shëndetit në Klinë. Gani Morina tani do të recitoj një poezi për heroin legjendar Adem Jasharin. Arterin, i kanë zgjuar shekujt, e kanë zgjuar botën, sa jo harraj, sa u kokën Dejtoni, gjaku Jasharaj dhe konferencën mblodhi, se sa për këtë Evropën me thoshte edhe plaku, ajo brebir bluan veç në mulli gjaku. Ky gjak i kanë zeta marrë të kësaj toke, për një pranver bre, për lërkuqe me arom lirie, e në kullën tanë dhe pas ka qelë liria, ate e ke mbjellur o bacë në gjak, me ta i kjo shyrë kangët, e kangët e eja kanë lindur prap, me to është mbushur kulla jo të shtatore, me kangë plot jetë, e vdekje madhështore, dhe te kisilëshin hijet kullës vërdal, jo bab s'lam vetëm për gjallë, u afrohet edhe fëmijë mi pyet në rdjeta, hej, për këtë dhe pra ullimet jeta. Po dhe fëmijët të tyre janë si sa shqipësh, janë si luaj, po, edhe fëmijët ngrihen nga djepi për të rrokur pushkën, rinohet edhe i vjetri. Hajt baba Shaban, he baba plak, një kris me jotja një shkasht me pak. O, priti Hamz, sa ndej po vinë, pushka jote lavre shekujt po i drill. Heu Adem Jashari gjyllet po cëllojnë, në gjoksin tanë po shkrinë si bora në uj. Thuja bre baci dhe njëherë një kange, thuja se vallah jemi përmalue. Hajt, krisja bac, krisja, le të binë në tokë shkive kokardat, le të trilët bre sërboshkinia. A i ka shkuar lirin për ta sjell, edhe emrin e ka liri. Rinjallët sa religet moti, kur kombin djen dhëngjet mos lagët baroti. Dhe sa ershevin këtu kohë të zeza, veç i lidhin plaget ngrien gjergjelezat. Dhe kur hien ata korbat krokasin, në emër të popullit, në zanë si ta një utratin e vrasin. Plamb me plum bajran, por se vranë nuk e vranë. Ashtë i gjallë po këndon, në çdo cepte më dheut, u dheton, gjaku i ti, kombin bashkon. Të pushkës, e në gryk të topit, shkohat me dëshirë, që të shkërojt Kosova, dhe që të remi të lirë. Hundat nga shkolla, nga fëmijët, nga shoqëria, pa në thënë lëmë për mirë, dhe tani u bët Andrew dhe pushoni në ndheu në tokës të lirë. O ju nëna ju mos shani, o ju motra mos vajtoni, për dëshmorët e liris, këngë të reja ju këndoni. Vepra juaj shembullore, mos u harroft kur, mbi varret tuaja, mbi shilullet e kuqe si flamur. Lavdi i dëshmorëve. By my presence, I want to show that the international community fully understand your feelings today. Me pranin time dua t'ju
Me pranimin time duhet t'ju tregoj se komunitetin ndërkombëtar e ndan këtë dhimbje me ju. And as you are not going to forget the life of the people who are here in front of us, I want to show that also the international community is not to forget the sacrifice of these people. Dhe ashtu sikurse që ju nuk do të harroni dhimbjen për këta njerëz të humbur, duhet ju tregoj se edhe komuniteti ndërkombëtar nuk do të harrojë sakrificën e tyre. And we, as representatives of the United Nations and international community, are here to help you to bring a peaceful, democratic and pluriethnic future for Kosovo. Dhe ne si komunitet ndërkombëtar jemi këtu t'ju ndihmojmë që ta ndërtojmë një të ardhme të qetë, paqësore dhe shumë shpresdhënëse. Faleminderit. Dobra, gjithashtu një telegram ngushëllimi gjithë ju familje të nderuara në këto momente ka ardhur edhe nga përfaqësuesi i familjes së Adem Jasharit, vllai Ademit Rifat Jashari, i cili ju ngushëllon dhe thot: nga familja ime kemi dhënë 23 dëshmor, edhe 230 po t'i kishim do t'i japnim me kënaqësi vetëm për një gjë, për lirinë e Kosovës. Gjithashtu telegramin ngushëllimi na kanë ardhur edhe nga Kuvendi Komunal i Glogovcit, nga Kuvendi Komunal i Rahovecit, pastaj nga Shkolla Fillore e Glareves dhe shumë institucione tjera të Kosovës. Kush të thasë se nuk të njoh? Po unë ta njoh fytyrën e buzëqeshur. Ta di përmendësh këngën tënde. Ta di vajnë se mbi mua lotove. Ta ndjek dhëmbjen shekullore. Më thua i Kosovë se me ke bi. Unë jam shpirti yt, e ti e trupi im. Kush mund të ndaj trupi shpirt? Fol. O e zeza dorë. Po dora nuk flet. Ajo vetëm vret. Jo, shqiptari kur nuk vritet, amaneti kur nuk fiket. Ja, kryshi po vinë. Çfarë sjellin? Shikoni. Ngritu ti, edhe ti atje. Ngrituni të gjithë. Çfarë barti në duar? Arkivori lëzuar, me flamur mbuluar. Nuk dua të qaj, se mjaft qau nëna. Shilotët to nën. Mos qaj vëlla. Motër, edhe ti e di se mjaft qave. Po mallkon. Çfarë është kjo ditë? Shiko diellin. Shiko nënën nuk qanë, fol Kosovë që rofsha plag, fol o bjeve. Ja, po flet Kosova, ju ngrit një lapidaret, ju shëroni plagët, ti që këdhëmbi mos shko andej, ju shkruan e historin, në gjithë pendën e gjakun tim, për që thohuni, se djeli lindi, mbi Shqipërin. Faleminderit. E robrume, oj Kosovë torturume, stoj me t'lanë ma me vuj, të gjakun ty jem t'u i taruj. Moj Kosovë të gjithë trasim nan, ndorë të shkjallë, stoj me t'lanë, i ke djem që ti ke rritin nga tere i zi do qesim drit. Mjav durove moj Kosovë, me fjallë të buta e dialog, demonstrata e brohoritje, por qëllimit që arrite. He, unë njësë burra shë del nga mali, mblidhën i vlezër të Adem Jashari, se Kosova mjavdoroj gjak të pastër po kërkon. Muj krasniqin nga qabiqi, vuajtjet për ty Kosovë, në tela qiftelis i qiti, me zi spriti me ardhë kjo ditë në gryk të pushkës për mi qitë. Mblidhen trima, trimresha, bashkë me femiun vjen dhe gjeva, ne Kosovës bërgjë kena, gjokun ton, kur se kursena. Toni e mici vinë si era, të pandar, si Shqiponia me dy krena, nuk ju tremben plumbi shkjaut, por i vrau dora trahtari.
Skënder Gjepi si skifteri, nduga gjim shkam të shilzen herajdimi, eja vëllah të dalim për terit së po na pret pushta ademit. Të cilët e fillun edhe shumë të tjerë guerile në klin. Këtu ushtrun, këtu stërvetën, këtu armiku në njeken, edhe çdo natë armiku kishte frikë, kishte dro, shihej natën. Guerilla u hap, UÇK-ja mori krith, dhe mbar Kosova u be UÇK. Ja, dolci atje, Kulla ishte zën, aty ishte komandant Muja, aty kishte rënditur trupat, fronti ishte i hapur, Klina gëzohej. Gëzohej nga se dinte se do jetë e lirë. Ishte edhe ma lartë aty trupat e granitit, gjithsesht njësiti ti, njësiti Korbit, njësiti Zogut, njësiti Siçeves edhe tjera, Klina gati ishe rrethuar e tëra. Por armiku përdori një arsenal papar dhe e dini se ai arsenal edhe me armatat më të forta të botës ishte vështirë të përballohet, por prap UÇK-ja nuk u gjuzue asnjëherë. Këta trima Berisha ushtar, Safet Shale ushtar, Fitim Shale ushtar, Esat Raci ushtar, Ramadan Desku ushtar, Halil Gashi, skuadër komandant, Kadri Demaku ushtar, Asim Halitaj ushtar. Andaj, në përmbyllje të këtij ceremoniali dhe nderimit të këtyre dëshmorëve, fjalën e ka vetëm fakt.
trupi e i pojnë dhe më tullë. Mund të vullësh, falë shlije, kajtë, një në interesa kajtë, pa më parasysh. Dhe vene rato kam shtu. A mija kam film. Nuk më marrë në për kodës që jesë kërën këty, dhe vishëm kanë 2000 pika. Atë më kanë të regu që është i vra një, po dëshuk më nuk e njëfshëm. Atër ku marrë në vetëm e, dhe dhe më që ku marrë atë në kërë që tash, dhe ne kemi të rekë deri poshtë atë. Mi po atër fillun do shtorë pak më frigu edhe jemi këty prapë me ta, kemi lonë ku fëmën aty jemi këty prapë pikë. E ka pasë edhe armatimin me veti, po sigurisht. Armatimin e ka pasë në kujtuat, e ka pasë një kalash kinez. Do konë përpa kondak të konë. Kalashin kush e ka monë nuk e di. E di që i kom lopë kalashin të kërë kom të kapa një të jek, po kush e ka monë së së kujtuat. Jo, dhe Shështë një ju. Ti e prezent, ku e kom të që ki marë. Une, kur vra në momentalisht në kopa mesi këmë që vra, atër i morë une ku pojme pas i legu. Ka pas të dhe gjëksorin, nëse a di ka pas dikon një këmish në veshën, nuk e mëjë si vërtat, si me